gjithë këtë periudhë duket sikur jemi brenda një laboratori dhe po diskutojmë për parimet e ekonomisë. Një forcë politike e bën një program dhe ju keni bërë 177 faqe program për ta zbatuar. Pra, ju po hyni në zgjedhjet e 11 majit, perceptimi, sondazhet japin mundësinë që ju mundet kapni disa deputet. Po të keni deputetet e njerëzdor, dakor? Pra nuk fitoni zgjedhjet. Ndërkohë ju vetë keni pretenduar dhe keni deklaruar që edhe nëse PS apo PD fiton zgjedhjet, ne nuk bëjmë aleancë me ta. Dakor? Kështu që këto 177 faqet rrinë atje brenda flen. Pra as nuk zbatohen nga njëra anë, as nuk zbatohen nga ana tjetër. Atëherë çfarë vlere ka gjithë kjo lodhje kur janë të pazbatueshme? Ja ta përgjigjem. E para një herë çdo parti që hyn në zgjedhje, sigurisht duhet të jetë modeste me këmbë në tokë, por ama i flet gjithë shoqërisë. Më kupton, sikur ne ta votoj shumica e qytetarëve, ne nuk do themi jemi të papërgatitur për të qeverisur. Prandaj ne duhet bëjmë maksimumin. Dakor? E para. Kjo dhe këtu më besoj që do ta bëj çdo parti serioze dhe bën çdo parti serioze në botë. Pavarësisht pritshmërive. Do zbresim në terren. Ajo në laborator. E dyta, ky program nuk është vetëm për 11 maj. Parimet e këtij transformimi të madh janë për shumë vjeçar të tjerë. Sigurisht që disa shifra mund të rregullohen rrugës. Ne kemi thënë që kur e botuam programin, presim sugjerime, kritika për ta përmirësuar atë, nuk ka diskutim. Tjetra që është e rëndësishme, unë nuk besoj që do ketë stabilitet qeverisës pas 11 majit në Shqipëri. Unë nuk besoj që do ketë një shumicë të qëndrueshme pas 11 majit në Shqipëri. Unë mendoj nga aty sistemi vjetër politik do të dekompozohet gjithnjë më shpejt dhe mundësitë për të vënë jetë këto ide do të jenë shumë më të afërta se më parë. Në politik koha nuk është, si thua, nuk është standarde, nuk është homogjene, pa nuk është se jam dashur 34 vjet për të ardhur deri këtu dhe duhen 34 vjet tjerë për të bërë hapin e radhës. Në politik çfarë ta sjell në një moment caktuar historik, në një konjunkturë caktuar historike, çfarë ta sjell muaji, nuk ta sjell dekada. Por në politik thuhet kur nuk thuhet kur. Prandaj që për aleancat po të pyes. Prandaj pra e ketë hapur mundësinë për të bërë një aleancë me këdo që fiton zgjedhjet? Jo, e refuzojmë për arsye morale, për arsye politike, se nuk i ndym duart me ata që kanë vjedhur, vjedhin dhe kandidojnë për të vjedhur. Se e pata një debat para një jave me Fatos Lubonjën në një studio tjetër, që po më thoshte me këtë do bëni aleancë, se nuk bëni aleancë. I thash, imagjinoni këtë situatë hipotetike, që s'ka për të ndodhur, sikur unë të ulesha në tryezën e diskutimit me njërin prej Sali Berisë apo Edi Ramës. Po për çfarë do diskutonin? Ço do thoshin? Se ne themi s'do vjedhim. Ata thon do vjedhim. Ço do bëjmë? Do vjedhim vetëm ju ose do vjedhim ne? Pra do vjedhet vetëm në ministritë e partisë X dhe jo të partisë Y? Po nuk ka sens bashkëpunimi kur ke një madh moral. Programi. Po prandaj duhet pra që të ballafaqohet me tjetrin dhe të gjenden pikat ku bashkohen, dakor? Po, kur tjetri është partner moralisht i besueshëm, kur tjetri është hajdut, ti nuk ke program realizon. Sepse ai kandidon për të vjedhur. Ju e dini shumë mirë që partitë e vjetra në Shqipëri kandidojnë për të vjedhur dhe për të vazhduar të vjedhin, si janë produkti i këtij sistemi, kapjes shtetit, klientelizmit. Ata nuk dalin dot kjo. Edhe sikur Edi Ramës t'i flasi Perëndia, si shëmpalit atë rrugës për Damask, Edi Rama nuk kthen dot më. Është i kapur tashmë, është drejt asaj rruge. Ose vdes në pushtet ose vdes në burg, nuk ka ku shkon tjetër. Dhe ti nuk mund të jesh partner me Edi Ramën në këtë gjë. Patjetër pra, po si atëherë duke kërkuar shumicën e mbështetjes qytetarëve në këto zgjedhje, në zgjedhjet e pas një viti, në zgjedhjet e pas 2 viteve, ky synimi pas 4 vitesh, pastaj nëse ti nuk besoj që do jenë pas 4 viteve. Nuk besoj. Po thjesht nuk besoj. E ardhmja nuk mund të jetë e parashikueshme tërësisht, se nuk kemi vetëm Perëndia thonë parashikon të ardhmen. Pra po ti përjashtoj çdo lloj aleance do pres derisa të fitoj. Utopizëm do veproj që ajo ditë të jetë gjithnjë më afër. Është gjitha utopike si programi, këtë po them. Utopike është të banojmë në Mars. Kjo është jo, edhe ajo mund bëhet realitet, po them për momentin flasim, nuk flasim për më të lehtë imagjinoni jetën në Mars se sa realizim në një programi modest të ndryshimeve shoqërore. Sepse atë nuk e dim, këtu e kemi parë. Është më thjesht në Mars. Jetojmë në Mars. Se s'dim gjë. Disa këtu, kemi parë fundin. Dhe ndaj po themi. Po ndoshta ka që kemi parë fundin, tani vetëm mund të ngjitemi lart, se vështirë të gërmosh më shumë. Tani, ju jeni partia që keni denoncuar vazhdimisht dhe me guxim oligark të Shqipërisë. Çfarë janë propozimet tuaja për shtrimin e ekonomisë nga kjo lloj oligarkie tani? Si mund të realizohet kjo pa dëmtuar ekonominë e vendit? Po ja, pa nisim me një gjë të thjeshtë. Ligjin e investitorëve strategjik ja abrogojmë. Ti nuk ke më si oligark privilegje nga shteti. Jo, prish ajo. E dyta, nuk përdor më koncesionet.
për të pasuruar oligarkët. E treta, do ngremi një agjensi të pavarur për politikat parandaluese ndaj korrupsionit, pra do luftojmë korrupsionin, më kupton? Sigurisht, nuk është detyra e shtetit të fusë në burg oligarkët. Detyra e shtetit është të vendos ligje dhe t'i bëj qytetarët dhe aktorët ekonomik të barabartë përpara ligjeve të ekonomisë edhe ligjeve civile e kështu me radhë. Nuk do i fusim ne, nuk i fut qeveria, nuk i fut parlamenti në burg oligarkët, nuk bën parlamenti shpronësime, më kupton? Ata që kanë shkelur ligjin, ata do përgjigjen sipas kodit penal, që është në fuqi. Qofse kanë shkelur ligjin, kodi penal ka sanksionet për to. Po nga ana tjetër, qofse oligarkët nuk do të kenë përkrajën e shtetit, sigurisht do ridimensionohet krejt ekonomia shqiptare, do të futen lojë aktorë tjerë, aktorë të rinj, aktorë të shumt, aktorë që do mendojnë të investojnë në sektor ku fitimi mund të jetë më i qëndrueshëm dhe nuk ka pse të jetë kështu, rrëmbej gjithçka tani pa punë e madhe s'bëhet nesër. Po, koha që je ti tani, që del ti, është dhe një kohë pak e papërshtatshme për ty. Po pse? Po sepse ky sistem është duke mbyllur, duke rënë gjithë botën. Nuk po flas tu se këtu nuk është ekzekutuar asnjë ditë. Me këto që tregon ti, me këto që tregojmë ne, ka 30 ca vjet tu kemi tallur me nderën me veten. Të gjithë. Po më shumë ata që e kanë bërë, që e kanë realizuar. Por tani zotri, ky proces është mbyllur dhe ti kërkon tani, ai thotë tani unë po pranoj Bashkimin Evropian. Isha përpara unë Ermonela Felaj, ajo tha vetëm Bashkimi Evropian thash. Aty. Bashkimi Evropian, ne jemi aty tani, thosh edhe ne mund ta marr Bashkimin Evropian me këto që ndodhen, që po bën Trumpi, me Bashkimin Evropian futin këta dhe malin e zgjidhe ne. Shqipëria dhe Por nuk ose ndryshojnë nga Trumpi. Nuk ose ndryshojnë. Të merr në Bashkimin Evropian them. Po mirë, po nuk është gjë e madhe, se ka dhe vende të tjera të Bashkimit Evropian që janë keq. Vende periferike që janë si mos më keq, nga i pamja ekonomike, nga i pamja e... Po kam këto gjithë të vendet e periferisë, nga i pamja drejtave të njeriut, nuk është se hyren parajsti, siç e tregoni ti Rama, që po u futet në Bashkimin Evropian, ti zgjidhet gjithë problemet. Ke Rumanin, ke Hungarin që është bërë sistem Arsimi tani që ta oligarkik. prekan fillim unë është në pikën më të ulët. Po. Çfarë që bën ti këtë arsimi tani, ku janë bërë shkollat e të gjithë, shumë po ta vëshëroj njerëzit që kanë në këto shkollat private, arsimi publik hajde varja se është në çik mirë, aty ku punon ti e të gjithë. Po. Çka? E tu të kokën bushati, po është pak më mirë. Ndërsa aty tek këta të tjerë të shkruar, nuk ka lidhje fare me bëjnë fondacioni filan, bëjnë shkruajnë libra, bëjnë libra, botojnë libra të njës, që s'kan lidhje fare, se do t'i bëjnë, po të shkosh për shembull në universitetet e botës, këto t'i shikosh, ato kanë bëjnë për në kuadër të shkollës, të ndihmës se për studentët, jo kështu për shembull. Fondacioni pashka për librat për këtë tjetri. Përmenda këtë që më kujtua, po të gjithë janë kështu, të tjerë s'ekzistojnë fare. Si e zgjidhti këtë problem? Mirë. Se mirë, programi mund të jetë i bukur. Arsimi ka shumë probleme, po problemi më i madh i arsimit, i cili është